Kurban Bajrami është më shumë se një fest, është një moment reflektimi, falënderimi dhe dashurie për njëri tjetrin. Është koha kur familjet bashkohen rreth tryezës, kur zemrat hapen për ata që kanë më pak dhe kur shpirti njerëzor arrin kuptimin më të thellë të sakrificës dhe ndarjes. Kjo festë e bekuar na rikujton rëndësinë e mëshirës dhe mshurisë dhe unitetit. Duke ndarë ushqimin me fqinjtë, të afërmit dhe të varfrit, japim kuptim të vërtet emrit Bajram. Meftiu rrethit të Vlorës Ardito Xhallaku thotë se Kurban Bajrami është dita e sakrificës, e flijimit dhe dita e afrimit me Zotin e gjithësisë. Meftiu Xhallaku e cilëson këtë një ditë shumë të rëndësishme me mesazhe të qarta, dashurie dhe paqeje. Ju uroj të gjithë besimtarëve musliman të qytetit të Vlorës dhe Mëngjer, jo vetëm atyre shqiptar, por të gjithëve atyre të cilët e ndjejnë veten e tyre me zemër tek Zoti i gjithësisë, këtë ditë feste, këtë ditë të Kurban Bajramit, dhe të gjithë atyre të cilët kanë bërë njët për të bërë kurbanet e tyre, Zoti ju ja pranoftë, si atyre që kanë prerë, si atyre që kanë pranuar kurbanin. Meftiu rrethit të Vlorës Ardito Xhallaku uron që ky Kurban Bajram të jetë një ditë për një piknisje të paqes në vendet e luftës dhe në konflikt, siç është Gaza apo edhe Ukraina. Qoftë kjo ditë një piknisje për të mbizotruar paqja në vendet e konfliktit, në ato vende ku sot po bëhet zullum, po vriten fëmijë si në Gaza, po ashtu edhe në Ukrainë. Zoti e ndaloft një minutë më parë, ata fëmijë të gjejnë lirinë e tyre dhe të gëzojnë si çdo fëmijë tjetër në mbar botën dhe konfliktet mbarofshin një minutë më parë. Zoti na dhënë paqe, dashuri dhe harmoni mes njëri tjetrit. Kurban Bajrami është ftesë për të bërë mirë, për të ofruar pa interes, për të falur me sinqeritet dhe për të ndërtuar ura lidhjeje midis njerëzve.